Brenda një muaji, pacientët Kaçanikas shërbimet e hemodializës pritet I marrin në Ferizaj. Komuna e Ferizaj tende pa mekanizëm të transparencës. Popularizohet ditari I një të rejen nga Komoglava. Këtë vit, dhuratat I merrni nga IPCO. Mbush telefonin tënd mobil për 3 euro më shumë për të marrë minuta, SMS, megabajt, iPhone 4S, iPad, Samsung Galaxy S3, televizor plazma, laptop dhe shumë më shumë. IPCO. Folshlir. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Jetë në çdo pikë të ujit. Uji lubeten. X Energy Drink. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, Cilësi dhe garanci 10 vjeçare. shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në Magjistralen për Prishtinë. Ferplast Ferizaj. Prodhimi gypi të korriguar deri në fi 1000. I tubit të ujit deri në fi 630 dhe prodhimi tubit elektrik me fije plastike. Teknologji moderne për prodhim sipas standardeve ISO dhe standardeve europiane. Ferplast, 50 vjet garanci. Premtimeve të shumta për pacientët Kaçanikas me hemodializë po vjen fundi. Sipas drejtorisë së Spitalit Rajonal të Ferizajt, brenda muajit pritet që këta pacient të vinë në Spitalin Rajonal për t'i kryer shërbimet e hemodializës. Deri tash 13 pacient të hemodializës nga komuna e Kaçanikut janë detyruar të udhtojnë me kilometra deri në Gjilan për t'ju nështruar dializës. Spitali Rajonal I Ferizajt është dashur që të zgjerojë hapësirën në repartin e hemodializës, por edhe të sigurojë stafin mjekësor për t'i pranuar këta pacient. Punët për zgjerimin e hapësirës janë në fazën përfundimtare. Në realitet, aja depo qendrore që kemi pas nevojëve që është kry, ndërsa ka mbet do punime në pjesën e parë aty ku kemi pas rezervat e materialit argjus. Na jemi të vënë, si që thojnë, maksimumin që ka fundi I këtij muaji na ti vendosim aparatet. Në momentin kur vendosim aparatet e shtim sistemin në funksion, veç pacient mund me fillu me ardhë, me kryer dializën tek ne. Pacientët Kaçanikas ishin ankuar para disa muajsh se premtimet e Spitalit të Ferizajt nuk po realizoheshin, ndërsa mundimet e tyre po vazhdonin pafundësisht. Valla, bolzar është. S'po më misë dializa po më në shumë. Nuk po më jeqë. Po I blem jekim pa thonë, me një shtator keni me inë Ferizaj, së bo nuk E di. Edhe një janar na pa të thonë që ata me 6 janar keni me shku në Ferizaj jeqë. Që tash me një shkort apet jeqë. Ferizaj shkujna për 25 minutë. Po, së bo, Ferizaj që të pritë jena edhe na. Shemenja na kanë thonë me një shkort, me një shtator. Pa apet së bo, apet. E mundeqma që sidomos këdimi I kalum që e kalum, na ka asit çdo se herë kemi met në rrugë, edhe kanë pas problem kemi dalë. Shofert ma shumë ti kanë dalë me shtyje me lëshu rrugën me asit,
përvishen të dehat, se këto mund si pishe që janë gjendje vetë vjetën me hypë në kera në shdrim. Drejtori i spitalit të Ferizajt është shumë optimist se këtëherë do t'ja dalë të mbaj premtimin e tij, megjithse druan që sjellja e aparaturës mund të krijojë vonesa. Bëhet e ditur se spitali i Gjilanit ka ofruar aparaturë të përdorur, por drejtoria dhe pacientët e këtushëm janë të interesuar për aparate të reja. Në Ferizaj ka kohë që mungon ura lidhëse për komunikim më të mirë dhe të drejt për drejt ndërmjet institucioneve komunale, qytetarëve dhe mediave. Mungesa e zëvendësve në institucionet publike lokale vazhdon të jetë problem për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Madje as institucioni më i madh lokal, Qeveria Komunale e Ferizajt, nuk ka zëdhënës. Kryetari Agim Aliu prezanton 2 plane për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Njëri plan ka të bëjë me zgjerimin e zyrës së informimit dhe tjetri krijimin e një drejtorie për informim. Do të shohim, do të konsultohem me njerëzit e administratës për mundësitë e tilla, dhe ky është opsioni i parë që unë jam duke shqyrtuar që zyra për informim të punoj me kapacitete të plota në mënyrë që të ketë komunikim sa më të mirë edhe me median edhe me publikun. Dhe opsioni i dytë që është më vështirë i realizueshëm, e kam menduar se zëdhënësi duhet të jetë i nivelit të lartë politik dhe në këtë rast në organizimin e nivelit të drejtorisë. I pari i komunës së Ferizajt Agim Aliu nuk jep një kohë se kur mund të realizojë ngritjen e mekanizmit për shtimin e transparencës, me që krijohen komplikime buxhetore për komunën e Ferizajt. Vullneti ekziston për ta zgjidhur. Është çështje e mundësisë së zgjerimit të kapaciteteve për shkak edhe të implikimeve buxhetore dhe për shkak të ngarkimit të administratës. Në momentin ku ne bëjmë ta quaj kushtimisht spastrimin apo qartësimin e kësaj situate, ne do të veprojmë dhe do të bëjmë zgjidhje adekuate, sepse thash në fund të fundit interesi më i madh është i vetë komunës, i vetë kryetarit të komunës që të ketë zëdhënësin dhe të ketë një zyrje të informacionit të konsoliduar. Se kur do të krijohen mundësitë buxhetore për krijimin e vendit të lirë të punës për zëdhënës të komunës, kryetari nuk na dha përgjigje, por tha se derisa të krijohet mundësia e tillë, institucioni i komunës do të jetë i gatshëm që të sigurojë informacion për qytetarë dhe media. Drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik në 2 operacione të ndara kapi sot mbi 17 kg substancë narkotike që dyshohet të jetë llojit marihuan. Operacioni policor i koduar Thellëza që u zhvillua mbrëm në Prishtinë i parapriu një punë hetimore dhe operative nga Drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotike Policisë së Kosovës. Gjatë operacionit u bastis një lokal në Prishtinë i cili rezultoi me arrestimin e 2 të dyshuarve dhe konfiskimin e mbi 14 kg substancë narkotike të llojit marihuan. Rasti tjetër është paraqitur dje rreth orës 22:30 në stacionin e autobusëve në Prishtinë, me çrast është arrestuar një femër e dyshuar dhe janë konfiskuar mbi 2 kg gjysmë substancë narkotike e llojit marihuan. Veç arrestimit të 3 personave është konfiskuar edhe një veturë. Personave të arrestuar në konsultim me prokurorin kompetent u është caktuar masa e ndalimit policor për 48 orë. Në selinë e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian u zhvillua sot dialogu teknik në mes të Kosovës dhe Serbisë me takimin e grupeve punuese të cilat janë duke u arvatur të gjejnë zgjidhje për hollësitë e implementimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, gjithsesi për doganat dhe mënyrën se si do të mblidhen ato në pikë kalimet kufitare. Nga Bashkimi Evropian është konfirmuar se takimi është zhvilluar dhe ai do të vazhdojë edhe nesër, mirë po nuk janë dhënë shumë hollësi. Është thënë se ky takim përpos për doganat do të jetë rast për të shqyrtuar edhe tema të tjera të dialogut si energjinë dhe telekomunikacionin, si edhe për të përgatitur rundjen e ardhshëm të takimit në nivel të lartë politik, takimin e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij të Serbisë Ivica Dačić, që parashihet të zhvillohet më 17 janar. Sa i përket temave të dialogut, palët vazhdojnë të japin interpretime të ndryshme lidhur me mundësinë e mbledhjes së doganave në pikë kalime. Qeveria serbe vazhdon të thotë se nuk ka ndonjë marrëveshje konkrete dhe se duhet të gjendet marrëveshja ndërkohë, kurse qeveria e Kosovës thotë se nuk ka pasur ndonjë pajtim që serbët në veri të mos paguajnë dogan. Burimet të Bashkimit Evropian thonë se po kërkohet një modalitet sipas të cilit paratë që do të mbledhen në dogana do të mund të shkojnë përsëri për nevojat e serbëve në veri të Kosovës, mirë po vetëm përmes një buxheti të qeverisë së Kosovës.
Të ashtu quajturit afaristën nga veriu i Kosovës rreth orës 12:30 minuta zhbllokuan rrugën magjistrale Prishtinë-Rashkë në rudar të Zveçanit, të cilën e kishin bllokuar për rreth 2 orë. Policia e Kosovës tha se kjo protestë ka kaluar pa incidente. Protesta e qytetarëve serbë është organizuar në shenjë pakënaqësie për vendimin e doganës së Kosovës për të mos lejuar hyrjen e madrave nga Serbia në pikat doganore në veri të Mitrovicës në masën 3.5 tonësh. Filloi sot gjykimi i ish-zëvendës kryeministrit të Kosovës Bujar Bukoshi bashkë me ish-sekretarin permanent të Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolajn si dhe me 8 ish-zyrtar të tjerë të Ministrisë së Shëndetësisë. Të gjithë ata akuzohen për vepra korrupsioni. Bukoshi dhe të akuzuarit të tjerë vazhdojnë të jenë në liri përveç ish-sekretarit Tolaj, i cili është arrestuar më 12 janar të vitit kaluar dhe vazhdon të mbahet në paraburgim. Ish-zëvendës kryeministri Bujar Bukoshi akuzohet se në kohën sa ka qenë ministër i Shëndetësisë në mënyrë të paligjshme ka ndikuar që kompanive Jona Med, Sonte Farm dhe Yes Farm të mos u vazhdohen kontratat përkatësisht të mos u jepen tender, transmetojnë në mediat. Ish-sekretari permanent Ilir Tolaj dhe zyrtar të tjerë ndërkaq që akuzohen për shpërdorim të pozitës zyrtare ose autoritetit, keqpërdorim të detyrës, keqpërdorim të autorizimeve ekonomike, lidhje të kontratave të dëmshme, nxjerrje të kundërligjshme të vendimeve gjyqësore. Një akt akuzë shtesë ndërkaq që rëndon Minexhat Shabanin dhe Ilir Tolajn. Ata akuzohen edhe për veprën penale të kërkimit të rishvetit apo përpjekje për të marrë rishvet, evazion fiskal dhe pengim të provave. Të akuzuarit sot nuk e kanë pranuar fajsinë. Vajza 22 vjeçare Reze Abdullahu nga Komoglava e Ferizajt, e cila u bë e njohur për ditarin e luftës të shkruar në pranverën e vitit 99, ndjehet e emocionuar për bujën që kanë bërë këto shkrime ditëve të fundit. Ajo konsideron se ditari i saj është një ditar i zakonshëm si çdo kujt tjetër dhe nuk e ka parë të nevojshme këtë jehon që ka bërë, por e lumturon fakti që e ka gjetur pas 13 vitesh, sepse kishte harruar që ka shkruar diçka të tillë në moshën 9 vjeçare. Rezja nuk ka dashur ta botoj këtë ditar, por publikimi i një pjese në rrjetin social Facebook u ka pëlqyer njerëzve dhe disa profesore artdashës e kanë nxitur ta bëjnë një gjë të tillë. Konkretisht profesori dhe publicisti Petrit Palushi nga Kuksi ka marrë përsipër që ta redaktojë e ta botojë ditarin e Rezës në gazetën shqiptare në Tiranë. Në veçanti për kur kam gjetë ditarin, edhe kur i lexoj pjesët e ditarit, edhe më duket sikur po e ripërjetoj për dytën herë. Më duket sikur një dramë tjetër. Po më ditë se ditari ekziston. Për mua është shumë i zakonshëm, njëjtë edhe për hallën, njëjtë edhe për familjen time, sepse unë kam kaq shumë ditar. Ajo e ka rujt në pajen e saj, ose në qezin, që i thojmë në gjuhën popullore, dhe masandej, një ditë kur ardhë, më ka thënë, e kam ditarin edhe disa poezi tua që te i ke shkrujt për gjyshen, për Kosovën, atë kohë, si kur e vogël, edhe mi ka sjellë, unë e kom marrë ditarin, edhe më shdo shumë interesant, edhe kom njës me lexu në shpe, edhe na ka mërzit pak krejtve. Reza Abdullahu emocionohet kur kujton për jetimet që ka shkruar dhe nga modestia thot se krahasimi që po ja bëjnë të tjerët me Ana Frank, një fëmijë që u bë i njohur po ashtu me ditarin gjatë luftës së dytë botërore, nuk i pëlqen, duke mos e konsideruar veten aq të arrirë në shkrimet kur ka pasur vetëm 9 vjet. Pas botimit, ajo premton se do t'u afal këtë ditart atyre që duan ta kenë dhe e zbulon faktin se do të ketë pjesë edhe më interesante përveç atyre që janë publikuar deri më tani. Unë nuk e di nëse është privilegj, por nuk mendoj shumë se na kem nevojë për mu krahasu me Ana Frank, për me ju dëshmu njerëzve se na e kem përjetu një terror, se na e kem përjetu një tmerr, sepse dëshmojnë shumë gjëra tjera, dëshmojnë njerëzit që janë vra, masakra që janë bë, jo veç krahasimi ditari i Rezës, sepse ka shumë Reze, nuk jam ka shumë voglushet asaj kohë që kanë bërë ditar. Autorja e ditarit të luftës, Reza Abdullahu, lut të gjithë ata që merren me shkrimet e saj që të mos i shtrembërojnë fjalët për t'i bërë ngjarjet sa më të dhimbshme. Siç ka ndodhur në një medium ku është përmendur se ajo ka humbur prindërit në luftë. Rezja e ka mohuar këtë fakt, madje është lënduar kur ka dëgjuar kështu, dhe ka një porosi që ditari të jetë vetëm një dëshmi për brezat e ardhshëm që të kenë çfarë të lexojnë për luftën që ka ndodhur në Kosovë.
Indeksi tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë dhjetorin e kaluar ishte më i lartë për 0.6% krahasuar me nëntorin, ndërsa shkalla e inflacionit në dhjetorin e kaluar krahasuar me dhjetorin e 2011-s ishte 3.7%, konstaton Agjencia e Statistikave të Kosovës, e cila ka publikuar indeksin e çmimeve të konsumit për muajin dhjetor 2012. Sipas këtij indeksi, shkalla mesatare vjetore e inflacionit në vitin 2012 ishte 2.5%. Çmimet e konsumit në Kosovë rritën për 3.7% në muajin dhjetor 2012, krahasuar me muajin dhjetor 2011. Ngritja e çmimeve vërehet tek duhani, buka, drithrat, perimet, mishi, qumështie, produktet e tij, vajrat dhe yndyrat e kështu me radhë. Në kuadër të mbrojtjes së shëndetit të kafshëve dhe shëndetit publik, Drejtoria për Shëndet dhe Mirëqenie të Kafshëve në kuadër të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës gjatë vitit 2012 ka aplikuar hipersensibilizimin ndaj TBC-s tek lopët në fermat për prodhimin e qumshtit, i cili konsumohet nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Ky program ulëmtues dhe mbrojtës është aplikuar në tërë territorin e Kosovës gjatë muajit nëntor-dhjetor 2012, ku janë testuar gjithsejt 20.000 krerë gjedhe. Pas leximit të rezultateve, 8 krerë gjedhe kanë rezultuar pozitive në TBC, 6 prej të cilave në shtime. Pas konfirmimit të rezultateve është bërë asgjësimi dhe groposja e kafshëve të sëmura, është dezinfektuar vendi i groposjes, mjetët dhe vetë stalla ku kanë qëndruar ato, si dhe janë dhënë këshillat e nevojshme fermerit lidhur me sëmundjet që prekin kafshët shtëpiake.